Bilanci i tërmetit që goditi Italinë qendrore sa vjen rëndohet dhe shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur. Shifra e viktimave ka shkuar në 241. Rreth 300 të tjerë janë plagosur dhe 2500 kanë mbetur të pastre. Kërkimet për të zhdukurit në rënoja vijojnë, pasi besohet se ka ende trupa që nuk janë zbuluar dhe bilanci pritet të rëndohet dhe të kalojë edhe atë të tërmetit të vitit 2009 në Aquila me 309 viktima. Frika ekziston për rreth 35 turistë që gjendeshin në një hotel në qytetin Amatrice. Në operacionet e kërkimit janë angazhuar më shumë se 4000 persona, mes të cilëve edhe vullnetar. Një vajzë 10 vjeçare ishte ndër të shpëtuarit nga ndërhyrjet e skuadrave të kërkimit pas qëndrimit prej 16 orësh në rënoja, por motra e saj nuk ja doli dot. Lëkundjet nuk janë dalur, qindra të tilla janë regjistruar dhe më e forta ishte ajo e mëngjesit të sotëm, me magnitudë 4.5. Tërmeti është ndier në rajonet e Markes, Lacios e Abrucos dhe në kryeqytetin Rom. Mira njerëz e kaluan natën në çadra apo në rrugë. Departamenti i Mbrojtjes Civile do të vlerësojë dëmet e shkaktuara, ndërsa qeveria pritet të shpallë gjendjen e emergjencës në zonat e prekura nga tërmeti dhe të lëvrojë 234 milionë euro nga fondi i emergjencave. Kryeministri Matteo Renzi do të paraqesë edhe një plan për rindërtimin e zonave të shkatruara, në një kohë që disa prej banorëve të pastre kanë kërkuar të rindërtojnë shtëpitë në të njëjtat vende që i kanë pasur më parë. Ndërkaq, Prokuroria e Rjetit ka nisur hetimet për shembjen e disa ndërtesave që ishin rikonstruktuar së fundi, siç ishte një shkollë në Amatrice.